tradicional i vitit ri, me kulturën e hershme që kulaçi fund vitit nuk bëhet, përveç se me ujë të vokët, me i pikë sot, të dashur ndjekës, është fund viti, do bëjmë kulaçin për të hëngur dielin e detit, në mos dielin e detit, pulastrenin, çfarë të dëshironi, çfarë të ketë shtëpia, po vetëm të jetë shpend edhe jo mish, se nuk bëhet me kulaç. Dhe unë do përgatis një kulaç tradicional, as me vezë, as me qumësh, as me kos, të thjesht, si që bëhet gjithmonë për kulaçët. Tashti me këtë kilen e millit, unë do hudh vojnë, po vojnë do ta hudh kështu. Ja. Gjithmonë e bëj me i kuze më të mëdhe, se ky do bëhet një kulaç i fortë, do punohet 10 minuta. Aty është dhe sekreti që duhet jetë brumi i fortë, edhe të rrish 10 minuta ta punosh. Kush nuk ka takar, le të vej burin, le të vej një qunin, le të vej këdo. Tashi do t'i hudh edhe krypën, një luk, çaj në 1 kile. Do hedh edhe sodën e bukës. Sodën e bukës do t'a kaloj pak në sit, po 1 luk kafe do. Edhe e kaloj kështu, që t'i hyj gjithani. I përzi qik bashkarisht, me dorë sigurisht, që ta mori dhe sodën ven. Unë po hedh gjysmën e gotës, i herë, tu pa me sy. Në 1 kile miell duhet gjysmë litri. Ky do punohet 10 minuta, shifni orën dhe punoni brumin, që të vi tamam, sa i pos erdhi, nuk shkriftohet, se është pothuajse brum vetëm, me ujë, e me 2 çika vaj. Gjithmonë është mirë që kulaçin ta bosh ditë më përpara, sa i bëhet shumë i mirë, mos e prisni ato dite, lejeni të ftofet mirë, të nesëm herë punoni. Edhe nuk ju mblidhen shumë punë natën e vitit ri, tu i hej gjonat avash. Ja, unë zdoj punoj më, ja kam punu 12 minuta me orë në dorë, më doli shpirti. Ta boj sa koma të tavën. E fërkoj herë mirë me një lecë kuzhine, që të rëshkasi edhe mos njësi. I qik miell, ta lyj. Ja ne quhet kulaç se duhet bo me miell, nuk duhet bo me vaj, se forcohet më shumë. E pastaj do e shkuni mielli, se mielli do marri ngjyrë pak nga sopa. Ajo ruan dhe kulaçi, edhe me kulturën e hershme që kulaçi fund vitit nuk bëhet, përveç se me ujë të vokët, me i pikë sot, e me 2 luk vaj, nuk bëhet as me kos, as me qumësht. Që na duhet një piru, që ta çpojmë, që t'i iki lakshtina, edhe të piqet, pra ne quhet kulaç, se duhet të piqet në brëmsi, të mori ajër. Do e lejmë ja 3-4 minuta kështu, që të vi pak soda, aq sa i kemi hudh, i pik, gjys luke. Gjithmonë me 180 gradë, jo zjarr të fortë, po të ujdisi avash, mos rrëmehet, soba përpara, 10 minuta. Kulaçi në nxora nga fura. E shifni dhe vetë, kjo nuk duhet të skuqet, se forcohet, ja? Po të dali i kullum, nuk njit në thik, ai është shumë në rregull. Do ta fshi qik nga, se ka mielin sipër. Tashti e kthej dhe pak mrap, se do ta lej pak të ftofet, për arsye që do ta shkërmoj një pjesë, për t'ja tregu dhe ju. Ja. Që sa i mirë ka dalë. Super kulaç, ja,
Masi u preku laçi, pjesën e fortë që është pjesa e sipërme, gjithmonë do punohet pak në valën e ujit të përsheshit, lëngut që do përgatisim, ndërsa pjesa tjetër do pritet kubik dhe është më e butë dhe fusim pastaj, nuk i japim val, vetëm e përvlojmë, po gjithmonë pjesën e sipërme tërheqim, gjithmonë pjesa e fortë duhet punu pak. Ja, edhe unë e kam pak të ngrohtë, duhet ta leja të ftofej mirë, po për arsye kamera, unë do ta punoj pak të butë, po do ta lej sigurisht. Gjithmonë kjo nuk ka nevojë të pritet bukur, se kjo do zi pak me lëngun. Pjesën tjetër e bëj kështu. Këto korriçkat ndahen veçantë, tulli veçantë, se tulli s'ka nevojë, se bëhet qullapik. Mirë është një ditë, nesërmen e bë për shesh, leni një ditë e një natë aty nuk e gjej gjë, bëhet akoma dhe më e mirë. Jo shumë të vogla, më pëlqen pak, kur është pak e plot për sheshi. Pjesët më të forta i kam nxjerrë dhe këto do futen më përpara në lëng, kurse këto tjerat vetëm do përvlohen me lëngun. Na bëft mirë viti marr, paçim shnet dhe begati, na shtohen familjet, rinia dhe ne t'jemi me kome me dorë deri sa na e ka dhënë Zoti jetën.